rikthyer sërish bashkë në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në RTSH 24. Do të flasim për tregun e pasurive të paluajtshme e konkretisht edhe për procesin e rivlerësimit. Kam kënaqësinë të kem ftuar në studio zotin Ronaldo Pipiria, drejtor ekzekutiv i shoqatës kombëtare të ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme. Falenderoj që më bashkuar. Përshëndetje, kënaqësitë e mia. Do të nisja me urdhrin e ri për rivlerësimin e pronave, çfarë parashikon konkretisht dhe pse u vlerësua pikërisht në këtë moment i nevojshëm? Fatikisht nuk është se u vlerësua në këtë moment i nevojshëm, po themi kemi që nga maj i 2024, sa rreth 20 muaj ku po flitet për procesin e rivlerësimit. Mendoj që ishte i nevojshëm që në atë kohë, pavarësisht se u aktivizua sot, për shkak të shumë dinamikave që ka tregu dhe për shkak të rritjes së shpejtë vlerëve të pronave dhe të çmimeve. Fushata aktuale parashikon që deri në fund të 2026 çdo individ, çdo qytetar në Shqipëri i cili zotron një pronë që ka të regjistruar në ASHK, në kadastër të mund të rivlerësojë pasurinë e vet, ose me vlerën e tregut nëpërmjet një vlerësuesi pasuri e paluajtshme, ose nëpërmjet vlera minimale fiskale duke aplikuar drejt për drejt në ASHK. Dhe për diferencën që lind, pra për tatimin, po themi për diferencën që lind midis vlerës që ti e ke pasur që ke bler pronën, pra çmimin e blerës, dhe vlerës së tregut ose çmimit minimal fiskal në varësi të metodës që do të ndjekësh, duhet të paguash 5% të kësaj diference, pra me dy niveleve, dhe ta regjistrosh si vlerë në kartelën e pasurisë që nesër pas nesër, nëse do të shpronsohesh apo nëse do ta shesësh këtë pasuri, të kesh parapaguar tashmë tatimet mbi fitimin kapital, që quhet ndryshe për këtë pjesë. Nëse ti e shet këtë pronë me vlerën që ti ke në kartel, që ke vendosur nga procesi i rivlerësimit, atëherë ke 0 detyrime. Nëse shet mbi këtë vlerë që ke në kartelën e pasurisë, që e ke bërë nëpërmjet procesit të rivlerësimit, do të paguash tatimin vetëm për diferencën nga momenti i rivlerësimit në çmimin e shitjes, që mund të jetë pas një viti, pas 2 vitesh, apo kurdo që ti vendos të tjetërsosh pasurinë. Duke u nisur nga kjo premisë, nëse momenti i shitjes është pas 10 vite, shumë gjëra ndryshojnë. Pra, procesi i rivlerësimit është një proces ongoing që ti duhet ta bësh kohë pas kohe? Jo, procesi i rivlerësimit, fushata e rivlerësimit që kemi aktualisht, mbaron në 31 dhjetor të 2026-s. Dhe vendoset një vlerë e përcaktuar, siç tregova, ose vlera minimale fiskale, ose vlera me vlerësues pasuri paluajtshme që e çon vlerën në vlerën e tregut. Kjo vlerë vendoset në kartel. Nëse shet pas 10 vitesh, ti do paguash tatimet për diferencën midis, kuptohet nëse ky çmim është më i lartë se sa vlera në kartel. Do paguash tatimet për çmimin, për diferencën midis çmimit të shitjes pas 10 vitesh kur ta shesësh me çmimin që ti ke në kartel, nëse nuk ke kryer asnjë proces tjetër rivlerësimi pronës. Dhe të themi të vërtetë, në rivlerësimin e pronës ti mund ta kryesh gjatë gjithë jetës së pronës, por fushat rivlerësimi me normë tatimore të reduktuar nga 15% në 5% është kjo periudhë. Pra ti gjatë gjithë kohës mund të kryesh rivlerësim, por e ke me 15% në vitin vijim, kështu që ka 0 incentiv, pra 0 inkurajim, pse duhet ta kryej unë rivlerësimin kur e kryej në momentin që e shes, nëse kam 15%. Si pritet të ndikoj ky udhëzim dhe rivlerësimin tek çmimet e pronave? Mendoj që do të qetësoj një pjesë të mirë të tregut duke sjell alternativa. Pra sot ne vlerësojmë që tregu, po themi, është kurrë diku tek 30-40% për shkak se kushdo ka qenë në pritje, kushdo që ka dashur të shes pronën ka qenë në pritje derisa të vinte procesi i rivlerësimit me 5%. Tashmë kushdo që do shesë do të rivlerësoj pronën, do ta nxjerrë pronën në treg. Ndërkohë që për qytetarët do të ketë më shumë alternativa. Nëse dje kanë pasur alternativë të blejnë prona më të shtrenjta të reja, po themi direkte nga ndërtuesi, sot do të kenë disa alternativa ku mund të blejnë prona të përdorura. Nga ana tjetër, dhe kur ka qenë mundësia për të blerë prona të përdorura, me tatimin 15%, bara fiskale ka qenë shumë e lartë dhe çmimet kanë qenë më të larta për shkak se janë ngarkuar, gjitha takset janë ngarkuar te çmimi fundor. Edhe nga mënyra se si ju e shpjegoni, duket më shumë një proces fiskal se sa me ndikim të drejtë për drejtë në tregun imobiliar, në kuptimin që duhet kapur ky momenti kur paguan më pak. Mendoj që është një operacion tregtar, operacion fiskal shumë i mirë, por që patjetër reflekton menjëherë në treg. Sepse tham, kushdo nëse do të bëni një llogaritje, nëse unë duhet të paguaj në një situatë normale 15.000 euro taksa, për shkak të diferencës midis çmimit të blerë dhe çmimit të shitjes, sot me rivlerësimin do të paguajmë 5.000 euro taksë, çka do të thotë çmimi që del prona në treg është 10.000 euro më pak. Duke qenë 10.000 euro më pak, qytetari, kurse janë blerësi fundor, kurse janë 10.000 euro në këtë transakcion. Këto 10.000 euro
mund t'i çojë për një investim, për përmirësimin e shtëpisë, për mobilim apo për diçka tjetër. Prandaj them është fiskal, po sjell efekte drejt për drejt në tregun e pasurisë paluajtshme. Mirë, vlerësin e përshkruat juve si përfitues në këtë rast, po pronari, investitori, shteti përmes arkës së vjeljes së të ardhurave, a janë përfitues në këtë proces? Mendoj që po, për shkak se gjitha statistika që ne kemi pasur nga 2011 deri në ditën e sotme tregojnë që kurdo që ka një proces rivlerësimi, patjetër që në arkën e shtetit janë futur minimalisht 30 deri në 40 milionë euro, por për shkak edhe të rritjes më të shpejtë të çmimeve ne parashikojmë që duhet të ketë një 50 milionë euro më tepër në arkën e shtetit. Pse? Sepse ka më shumë prona që qarkullojnë në treg, ka më shumë transaksione që ndodhin, ndërkohë që me 15% nuk do të ndodhin. Do të rinin pritje, do të rinin me qera. Kur bëhet fjalë për shitsin edhe për investitorin patjetër që do gjej alternativa më tepër në treg për të kryer një investim nëse ka një biznes i cili merr Airbnb-n apo me akomodimin, ndërkohë që për shitsin është më kollaj. E ka më të lehtë ta nxjerrë pronën. Prona vetë, sidomos pronat më të vjetra, por nuk po themi për ndërtime që vijnë drejt nga ndërtuesi, por pronat që tashmë janë me certifikat pronësie dhe janë në përdorim, bëhen më interesante. Pse? Sepse duke pasur një tatim më të ulët, ka më shumë interes nga qytetarët apo nga një investitor që t'i afrohet këtij sektori. Në të njëjtën kohë, për shitsin nga ana tjetër, përveç se prona shitet më kollaj dhe bëhet më interesante, ka blerës, ka akoma më tepër blerës potencial, por ka edhe një dhimbje koke më të vogël, pse? Sepse në disa momente kur tatimi është 15%, njerëzit mund të joshen pa dashje për të bërë një shmangje çmimi. Ndërkohë që kur tatimet janë të ulura, 5%, pavarësisht se ne kemi sugjeruar të jetë 3%, po edhe 5% të paktën ka më pak nxitje dhe më pak incentiv për të bërë shmangje. Kështu që kushdo në transaksion futet me dëshirën për të bërë transaksionin, për të deklaruar çdo gjë dhe gjitha palët e kanë të hequr këtë stresin e devijimeve. A ka rrezik që rivlerësimi të rëndoj shtresën e mesme ata që kanë një banesë të vetme? Mendoj që jo. Përkundrazi, rivlerësimi do t'i japi një alternativë shtresës së mesme, sepse nëse shtresa e mesme i kishte ngelur për këto 20 muaj me alternativën po deshe shko bletë të ndërtuesi, sot do të ketë mundësi të gjej prona, që të cilat mund të jenë dhe 20 vite dhe 30 vite të vjetra, në lokacione më të mira, afër shkollave dhe kopsheve dhe qerdheve, pa u detyruar të konsumoj sasi të mëdha parash për të blerë një ndërtim të ri. Pra praktikisht do të ketë alternativa sepse kur to prona dalin treg, nëse ndërtimi i ri nuk tatohet në momentin e parë që shitet, pra po themi nuk ka taksa kur ndërtuesi e shet objektin, po themi apartamentin e vet direkte për herë të parë, kur qytetari e rishet ka 15%, kështu që në këtë rast kursejnë këto palë. Jo, në kuptimin që një familje e shtresës mesatare që ka një banesë të vetme, që ndoshta sot nuk mendon të shes, por duhet përgatitet për një të ardhme, mund të jetë e detyruar në këtë moment që ta bëj këtë proces dhe ta paguaj 5% që ndonse për një kohë gjatë mund të mos hyjë në... Por nëse s'do të paguante këtë 5%, nesër do të paguaj 15% apo sa do të jetë tatimi pas 1 janari, pas 31 dhjetorit të 2026. Për shkak, e them këtë gjë për shkak se ne edhe sot e kësaj dite nuk shikojmë një vullnet nga Ministri i Financave ose nga ekzekutivi që këtë 15% ta uli. Prandaj them rivlerësohe, para paguaj këtë 5% sot që të kursesh 15% nesër dhe patjetër duke para paguar tatimin mbi fitimin kapital, pra të diferencën midis çmimit të blerës dhe vlerës së tregut që do të jepet me raportin e rivlerësimit, e ke bërë pronën tënde shumë të konkurrueshme dhe shumë lehtë të shitshme në vijim. Pse? Sepse ke parapaguar taksat dhe madje ke kursyer, sepse nesër ti do paguaje shumë më tepër nëse nuk do ta bëj këtë gjë. Pra, ne bëjmë disa shembuj për një pronë e cila për qytetar, për të informuar, për një pronë e cila dhe themi është blerë në 2005-ën, është blerë 60.000 euro, është 20 vite e vjetër. Sot vlera e tregut të pronës është 120.000 euro. Është një situatë hipotetike, po marrim si shembull. Diferenca midis çmimit të blerës dhe çmimit të shitjes është 60.000 euro. Nëse do të bësh procesin rivlerësimit, sot i do paguash 3.000 euro. Pra nga 120.000 euro do të ngelen në dorë në fund të transaksionit kësaj familje shtresës mesme 117.000 euro. Ama nëse nuk bën procesin e rivlerësimit dhe e shet pas procesit të rivlerësimit, ti do të paguash 9.000 euro, se është 15% e 60.000 euroshit. Çka do të thotë në fund ditës, nuk do të ngelen 117.000 euro, por do të ngelen 111.000 euro. Ose, në të kundër çmimi i kësaj prone, nuk do jetë 120, po do të shtosh këtë 9.000 euroshin përsipër, duke bërë shumë më të shtrenjtë këtë pronë. Kështu që në fund ditës, kjo familje që ka rivlerësuar, kjo fiton sot, po fiton edhe blerësi vet nesër.
Si dikon ky proces, ose më saktë, do të ketë një ndikim edhe në kreditimin bankar? Mendoj që po. Fatikisht kreditimi bankar ka treguar, vazhdon të tregojë që ka mbështetur pjesën e strehimit. Jo më larg se sa ditën e dieshme, po shikoja statistikat e kredisë bankare për strehimin, po themi për banesat. Normat e interesit kanë vazhduar në rënje, edhe portofoli ka vazhduar të zgjerohet. Në një moment kur ka më shumë alternativa, është mirë për sektorin bankar që diferencon riskun, pra e diversifikon riskun në më shumë mundësi pronash, të cilat nuk janë domosdoshmërisht të lidhura drejt për drejt me projekte ndërtimi e sipër, por janë tashmë dhe ka një historik përdorimi dhe ka një historik banimi. Në të njëjtën kohë, banka angazhohet në kredi në numër më të madh me shuma më të vogla, sepse pronat teorikisht do duhet të kushtojnë më pak për shkak të një taksimi më të ulët. Kështu që edhe vetë bankën është akoma më mirë për sektorin bankar që të mund të diversifikojë riskun në më shumë qytetarë, në më shumë familje. Në të njëjtën kohë, duke pasur më shumë transaksione që ndodhin në treg, patjetër që ka më shumë kërkesë nga sektori bankar që të mund të mbështesin me financim. Pra nëse tregu nuk është duke performuar 30-40% vetë, nuk ka ku shkon tek banka për kërkuar kredi. A ka mjaftueshëm transparencë, po edhe qartësi, më saktë themi, sa i përket metodologjisë që do të bëhet rivlerësimi pra? Mendoj që ka një transparencë nga Agjencia Shtetërore Kadastër, ka filluar fatikisht edukojë qytetarë për të informuar qytetarë me procesin e aplikimin, ka vetëm një element që duhet sqaruar në vijim, është 1% amortizim për çdo vit përdorimi të pasurisë nga momenti i fitimit të titullit të pronësisë, të fitimit për herë të parë të titullit pronësisë. Pra po themi, kjo prona e cila është blerë në 2005 me certifikat pronësie për herë të parë në 2005 60.000 euro, ka dy mënyra që të mund të rivlerësohet. Mund qytetari, po themi poseduesi, pronari mund të japi vlerën e tregut, duke kontraktuar një vlerësues pasurie paluajshme, duke vlerën vlerën reale pronës, që në këtë rast, në rastin tonë ishte 120.000 euro, supozim. Mënyra e dytë është që të mund të vlerësojë këtë pasuri të paluajshme me vlerën minimale fiskale. Le të supozojmë që vlera minimale fiskale, sidomos për qytetin e Tiranës, është diku tek 20-30% më poshtë se sa vlera e tregut. Për pjesën tjetër të Shqipërisë, çmimet janë çmimet e referencës. Çmimet e referencës, por që në gjuhën teknike quhet vlerë minimale fiskale. Çmimet e referencës në Tiranë janë 20-30% më larg se sa realiteti. Pjesa tjetër e Shqipërisë i ka akoma shumë më keq çmimet e referencës, pra i ka shumë larg realitetit, i ka të viteve 2016. Por le të themi që kjo pronë është në qytetin e Tiranës. Kjo pronë vlerën e tregut e ka 120.000 euro, sipas çmimit të referencës kjo pronë e ka vlerën 100. Tani, duke qenë se është 20 vite e vjetër, 2005 me 2026, sepse quhet 20 vite të plota përdorimi, kësaj prone në momentin që çon në proces aplikimi drejt për drejt në ASHK pa vlerësues, i ulet vlera minimale fiskale, ulet çmimi i referencës 1% për çdo vit vjetërsi, ulet 20%. Nga 100 do të shkojë 80.000 euro. Dhe qytetari do të paguaj 5% midis 80.000 euroshit dhe 60.000 euroshit që ka bërë në 2005. Do të paguaj sot më pak dhe do të paguaj më pak sot, që mund t'i duket, por kur ta shesi pas 2, 3, 5 apo 10 vitesh, diferenca do jetë shumë e madhe dhe kjo diferencë fatkeqësisht do të tatohet, nëse vazhdon qeveria të jetë me këtë mendje, do të tatohet me 15%, çka do të thotë do ta rëndoj shumë qytetarët, do të rëndoj shumë të dy qytetarët që futen në transaksion, dhe shisin dhe blersin. Nga ASHK-ja, po themi në këtë rast edhe nga Ministri i Financave do duhet sqarohet. Vlera që do të vendosen në kartel do të jetë çmimi minimal fiskal, çmimi referencës, vlera minimale fiskale në 100.000 euro, pra pas zbritjen, apo do të vendoset ajo me zbritjen. Kjo pikë, mendoj që ne do të kemi një komunikim me dy institucionet dhe do të mundohemi edhe ne të informojmë qytetarë, kjo pikë duhet qartësuar, që në kartel cila vlerë do të vendoset, sepse në rastin me vlerësues pasuri paluajshme, e dim shumë qartë, vendoset vlera që është në raportin e rivlerësimit. Pra ne i themi qytetarëve, të lutem mos prano që të mbash vlerën që qeveria tregon se sa vlen prona, por jepi vlerën reale pronës tonë. Dhe kudo në çdo vend perëndimor do të ishte udhës që kushdo nga ne t'i japi vlerën reale të pronës, do të pranoj që t'i tregoj ekzekutiva apo shteti se sa vlen prona. Aq më tepër në Shqipëri që sot ne kemi të paqartë se sa vlen prona sipas çmimit fiskale, pse? Sepse Tirana i ka pothuajse të përditësuara, pjesa tjetër e Shqipërisë i ka shumë vjetra, i ka 2016, 10 vite të vjetra. E qartë. Ky
udhëzim që ka dalë tani, si ndryshon nga praktikat e mëparshme? Dua të kuptoj ku kemi bërë përmirësim dhe ku mund të bëjmë akoma përmirësim në procesin e rivlerësimit. Ka dy elemente ku ndryshon udhëzimi kësaj radhe. E para, elementi 1% amortizim për çdo vit të plot përdorimi nga momenti i fitim për të parë titullit pronësisë, që ka qenë udhëzimin numër 34 të 2023-shit për procesin e transaksioneve me shitblerje, por nuk ka qenë asnjë pjesë e procesit të rivlerësimit, sepse në 2023 në fund. Kështu që në këtë radhë e keni dhe ndodh automatikisht kur aplikon ASHK, pa vlerësues pasuri e paluajshme. E dyta është për pronat të cilat janë me kartel jo përfundimtare, kartel pronësie jo përfundimtare, për pronat të cilat janë me vërtetim pronësie, pra që nuk janë nështruar, qoftë zona kadastrale, qoftë prona vet, nuk i është nështruar regjistrimit fillestar, pra mund të kemi një zonë ku është nështruar regjistrimit fillestar, por ti si individ ke akoma vërtetime pronësisë, ty do të kërkohet që të aplikosh për kartelën përfundimtare, pra nga vërtetimi pronësisë të mund të marrësh kartelën përfundimtare dhe certifikatën e pronësisë, dhe më pas të aplikosh për procesin e rivlerësimit. Pra më përpara ti mund të bëje procesin e rivlerësimit me vërtetim pronësie, tani duhet të hysh në digitalizim, pra të digitalizosh pronën tënde, dhe më pas të bësh procesin e rivlerësimit. Çka ka dy hapa, por në fund të ditës i shërben të gjithë rrugtimit tonë për të pasur prona të digitalizuara dhe me informacione korale. Pra, duket sikur përfshin edhe institucionet e tjera që lidhen me trajtimin e pronave, ndoshta Agjencinë e Kadastrës në kuptimin e dhënies së titujve të pronësisë. Për një kategori të caktuar. Në këtë moment përfshin vetëm Drejtorinë Përgjithshme, po themi ASHK-n, Kadastrën shqiptare, është në kombinim me tatimet, sepse të gjitha këto lek dhe gjitha këto raporte do të çohen tek tatimet çdo datë 10 të çdo muaj, pra çdo muaj në datën 10, por nuk përfshin asnjë institucion tjetër, se po flasim për prona, rivlerësimi mund të ndodhi për pronat të cilat tashmë janë të regjistruara në kadastër. Dhe rasti i vërtetimit pronësisë është pronë e cila është e regjistruar në kadastër, por thjesht ka kartel jo përfundimtare. Prandaj themi që janë aty dhe më pas do të rivlerësohen. Në të njëjtën kohë, procesi i rivlerësimit i lejon të ndodhi për çdo pronë e cila e fiton titullin e pronësisë nëpërmjet regjistrimit në kadastër gjatë këtij viti. Pra, nëse je duke blerë një apartament që ka qenë në ndërtim e sipër, por regjistrohet në ASHK brenda, po themi ke porositur një apartament që ka qenë në ndërtim e sipër, regjistrohet brenda këtij vitit, merr certifikatën e pronësisë, kartelën brenda këtij viti, mund të rifutesh me njëherë në proces rivlerësimi, sepse çmimi në përgjithësi kështu ndodh që çmimi i porositës së një apartamenti në ndërtim e sipër 2020-ën, që tani po i del certifikata, mund të jetë shumë ndryshe nga 2026-a. Që ke 6 vite që mund t'i reflektosh te kartela e pronësisë. Shoqata e pasurive të paluajtshme, ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme, si e vlerëson këtë udhëzim? Nisem nga fakti që nisem duke thënë që është 2 vjet i vënuar, që ju keni kërkuar 3% që t'ishte detyrimi që duhet paguanin qytetarët, pra mund t'ishte bërë më shumë? Mendoj që nuk është perfekt, patjetër që mund t'ishte bërë më shumë, patjetër që mund t'ja kishim kursyer vetes 20 muaj ecejake, patjetër që mund kishim një tatim 3% i cili ndihmonte qytetarët dhe ka treguar që funksionon, patjetër që nuk është normale që të tatohet dhe qytetari edhe biznesi njësoj, sepse sot paguan 5% dhe qytetari dhe biznesi, pavarësisht se qytetari nuk ka ku i shkarkon si shpenzime, pra nuk të njihet në diva praktikisht, kurse biznesi i shkarkon tek pasuria financiare në fund të marsit, pra mund të bëheshin shumë gjëra më mirë. Megjithatë, le të na shërbejë kjo kohë për të parë çfarë nuk u bë mirë dhe le të ulemi të flasim se si mund të ulim tatimet për shtrimin për në vijim. Ne besojmë që data 31 dhjetor të 2026 nuk është mjaft. Kishim thënë 12 muaj, me vendimarrje u hëngrën 2 muaj nga koha në dispozicion qytetarëve. Kështu që do të ishte udhës të vazhdonte pak më gjatë si proces rivlerësimi, të mblidhni më shumë informacion nga tereni dhe të përditësonin çmimet e referencës për të vendosur në funksion ato që të gjithë e quajnë kadastra fiskale. Pra ka një angazhim që kadastra fiskale do duhet të vihet në funksion në 1 janar të 2028-s. Me procese të copëzuara, me realitete të deformuara, nuk besoj që është e udhës. Pra ne themi nuk kemi bërë mirë, hajde ta korrigjojmë këtë gjë, ta shtrim më shumë në kohë dhe të mbledhim informacion të mirë nga tregu. A ka pasur një fazë konsultimesh edhe si ka qenë përfshirja e grupeve të interesit? Ka pasur një fazë konsultimi me Ministrinë e Financave, shumë përpara se sa të dilte udhëzimi, dhe nga ai moment nuk kemi pasur
konsultimet të tjera. Ne kemi kërkuar disa herë informacion çfarë po ndodh me udhëzimin, si mund të ndihmojmë që të dali sa më shpejt dhe të jetë sa më i mirë si udhëzim. Megjithatë, këto janë procese që ndodhin kudo në Shqipëri. Shqipëria ka akoma rrugë për të bërë në përqasjen e profesionistëve dhe vetëm në përqasjen. Se mund t'i përqasje të kesh tavolim, por ku nuk i dëgjon, procesi nuk vlen. Kështu që mendoj që kemi vend për të uritur në këtë proces, në procesin e dëgjimit në mënyrë ndërtuese të profesionistëve të pasurisë paluajtshme, por edhe profesionistëve të tjerë, sidomos kur flasim për iniciativa fiskale. Ky 20 muajsh ka dëmtuar familjet shqiptare, ka dëmtuar buxhetin, ka dëmtuar gjithë ekonominë. Kështu që do të ishte udhës që herë tjetër të mund ta dëgjojmë pak më tepër njëri tjetrin. A ka kohë dhe hapësirë në të ardhmen dhe a keni ju shpresë që mund të rregullohen edhe ato gjëra që do ta përmirësonin procesin? Unë mendoj që në 2024 kam dëgjuar që procesi i rivlerësimit mund të ndodhte nga shtatori 2024 në shtator të 2025, pra midis dy periudhave fiskale. Pra nuk është çudi që të ndodhi. Mendoj që me vullnet politik të duhur, ky proces mund të vazhdojë gjatë 2027-s. Pra sot në udhëzime e keni që procesi mund të vazhdojë vetëm për ASHK-n deri në fund të marsit të 2027-t, por qytetarët nuk mund të aplikojnë nga 31 dhjetor 2026. Nëse ka vullnet, ky mund të shtrihet gjatë gjithë 2027-s. Mendoj që me parafrimin në Bashkimin Evropian, presioni që do të vijë nga institucionet europiane do të jetë duke u rritur. Dhe besoj që edhe qeveria do të ketë gatishmërinë për të parë se çfarë ndodh me strehimin, me tatimin e pronave, me taksimin e pronave, se tatimi është momenti që shitet dhe blihet, me taksimin e pronave, dhe besoj që do të gjej rrugën për të implementuar të njëjtën sjellje që kanë qeveritë në Bashkimin Evropian me qytetarët e tyre, me individët në Shqipëri. Sot të paguash 15% një shtresë mesme që ka një banesë parsore, pra thjesht po ikën nga një vend dhe po banon në vendin tjetër, nuk po bën biznes, është shumë e rëndë. Është më keq se sa biznesi. Se tregova që biznesi, kur futet në tregtimin e pasurisë paluajtshme, i shkarkon kostot e veta. Biznesi tatohet 15% fitimi, qytetari shtresë mesme tatohet 15% fitimi. Ndërkohë që biznesi shkarkon kostot, qytetari nuk shkarkon kostot. Biznesi bën biznes, qytetari thjesht po bën strehim. Kështu që nuk është e drejtë. Në Europë nuk sillen kështu. Urojmë shumë që të reflektojmë gjatë 2027-s. Edhe për ta mbyllur, me gjithë mundësitë që ka për të përmirësuar si praktik, ju përsëri sugjeroni qytetarëve që ta kapin mundësinë që është tani. Është deklaruar 2024, se po i themi gjithmonë 2024, sepse fatkeqësisht aty jemi, 20 muaj mbrapa, që kjo do të jetë fushata e fundit e rivlerësimit. Nuk ka në asnjë moment nuk ka pasur një sinjal që Ministria e Financave të ketë qenë duke reflektuar ndaj nevojave për strehim të qytetarëve dhe ndaj propozimeve të NAREAS. Pra ne i themi qytetarëve jemi të pasigurt, nuk e dim çfarë do sjellë nesërmja, kështu që shfrytëzoni këtë mundësi. Zotë Pipiria, ju falenderoj që ishit me mua në studio dhe për gjitha informacionet që ndat për këtë çështje që duket se është e ndjeshme për gjithë në fakt. Po, është vërtet, është e ndjeshme. Kënaqësi me ju. Faleminderit. Do të kalojmë tani në një hapësirë publicitare.